Si lind urrejtja në zemrën e njeriut dhe si përhapet ajo në shoqëri? Urrejtja s'mund të për smundjeve të zemrës, po që ashtu edhe smira. Këto zanve në zemrën e njeriut kur nuk ka zanë vend imani besimi, ose shumë pak ka zanë vend, atëherës është lanë shprastir për gjërat të tjera negative, jo të mira, jo të dashura tek Allahu te bareke ve teala. Kur ka shprastir në zemrën e njeriu dhe njeriu nuk e mbush me gjëra të mira, atëherë aty do të ketë syefatsi, do të ketë mendemasi, do të ketë urrejtje e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu përgojimi ta marrim si sebeb, si shkak që kjo të rritet dhe të shtohet dhe të ekziston në zemrat e njerëzve, për shkak të përgojimeve që ja bëjmë njëri tjetrit. Edhe kur dëgjojmë se filani na ka përgojuar ose ka fol për ne kundra neve, ose se ka xhelozi, çka ndodh atëherë? Zemrat tona mbushen me urrejtje ndaj këtij personi. Pse? Për shkak të veprimeve të atij negative që ai i bën ndaj nesh. Pra, përgojimi, sharja, ofendimet, lakmia, konkurrenca që ja bëjmë njëri tjetrit për çështje të dynjas dhe kështu me radhë. Por para se gjitha është mungesa e imanit, mungesa e besimit.